Një marrëveshje evakuimi midis regjimit sirian dhe opozitës siriane e ndërmjetësuar nga Irani dhe Katari ka nisur të zbatohet sot. Një javë pas sulmit amerikan me raketa në Siri, trupat e regjimit Bashar al-Assad dhe forcat qeveritare me ato rebele në Siri kanë filluar një operacion për evakuimin e njerëzve nga 4 qytetet e rrethuara, thon aktivistët. Njerëzit e zhvendosur nga Foa dhe Kefraja, të ndodhura nën kontrollin qeveritar, kanë bërritur tashmë në perëndim të Alepos. Nga tereni raportohet se autobus me luftëtar të opozitës ka nisur t'i lënë 2 qendrat e banuara pranë Damaskut, Madajan dhe Zebadan. Më shumë se 30.000 vet duhet të evakohen në bazë të marrëveshjes së arritur mes dy palëve. Muajin e kaluar OKB-ja e përshkroi si katastrofike situatën në 4 qytezat ku më shumë se 64.000 civil ishin mbetur sipas saj të bllokuar në një rreth vicioz, dhune të përditshme e vështirësisht të mëdha. Shumë persona raportohet kenë humbur jetën vetëm nga mungesa ushqimit apo ilaçeve. Shumë prej ndekësve të vëmendshëm të zhvillimeve në Siri i shohin këto evakuime si përpjekje për ndryshime demografike në terren.